Premtimi I qeverisë për gjojë arritjen e pensioneve vitin e ardhshëm nuk është gjë tjetër vetëse oferta e petullave me ujë, tallja dhe poshtërimi I radhës që Edi Rama u bën pensionistëve të gjitha kategorive. Nuk ka fyre më të madhe për pensionistët se sa tu ofro si zgjidhje rritjen me vetëm 60 lekë në ditë të pensionit në qytet dhe me 20 lekë në ditë të pensionit në fshat, ku ndërkohë harxhon 90.000 euro në ditë për inceneratorin e Tiranës që nuk ekziston dhe 95.000 euro në ditë për 2 tigrat e Bangladeshit që nuk prodhojnë energji. Pa haruar se 75% të fondit për 100 milion euro për pensionistët, Edi Rama dhe Belinda Balluku e vodhën me një të rënë të lapsit në aferën e tunelit të Llogaras me bakshishin 50 milion euro dhe me 2 urat që nuk I ndërtuan kur, por që në letra u faturuan 25 milion euro. E vërteta është se në buxhetin antisocial të miratuar mbrëm me votat e rilindjes të kuvend, fondi për politika të reja pensionesh parashikohet me një rritje me vetëm 0.8%, ku ndërkohë niveli I inflacionit I parashikuar është 3%. Ndërsa I indekson si të ardhurat dhe shpenzimet për vitin e ardhshëm me nivelin e inflacionit të 3%, qeveria po vitin e ardhshëm nuk do të indeksojë pensionet me po atë vlerë, duke nxitur kësaj varfërimin e mëtejshëm të pensionistëve që me rritjen e pritshme të çmimeve do ta kenë edhe më të vështirë jetesën e tyre të mundimshme vitin e ardhshëm. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë urbane dhe asaj rurale, rreth 180 euro, do të vijojë të jetë vitin e ardhshëm disa herë më e vogël krahasuar me çdo vend tjetër të rajonit. Vitin e ardhshëm në Maqedoninë e Veriut, pensioni do të jetë mesatarisht 1.8 herë më I lartë se në Shqipëri, ose 335 euro. Në Kosovën me buxhetin 2 herë më të vogël se Shqipëria, pensionet do të jenë 2 herë më të larta, ose në masën 350 euro mesatarisht, ndërsa në Malin e Zi 2.5 herë më të larta se pensionet në Shqipëri, ose rreth 460 euro. Kriminale në raport me pensionistët është fakti se para se ti mashtroj me premtimin për rritje pensionesh, Edi Rama do duhet së pari të kthej pensionistëve atë që u takon me të drejtë dhe që u ka mohuar për 12 vite, çdo pensionist në qytet 1.164 euro në vit dhe çdo pensionist në fshat 482 euro në vit. Këto janë parat që Edi Rama u ka borx për shkak të mos indeksimit të plotë të pensioneve në raport me inflacionin real të produkteve ushqimore, si dhe mungesën e rritjes së merituar nga zhvillimi ekonomik I vendit. Në vend që këto para të shkonin këto 12 vitet e pensionistët, në fakt janë derdhur vetëm për të vjedhur në projekte dhe afera korrupsioni si tuneli I Llogaras, që e detyroi së fundmi Edi Ramën t'i kthejë syt nga pensionistët, të cilët meritojnë të trajtohen me dinjitet dhe jo të ushqehen me petulla me ujë dhe me lugën bosh të propagandës së qeverisë. Dyfishimi I pensioneve është e vetmja zgjidhje reale dhe e prekshme për pensionistët. Partia e Lirisë, që këtë kategori e ka prioritet kryesor, propozon indeksimin e plot të masës së pensioneve, duke e llogaritur indeksimin mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor. Ne propozojmë indeksimin e shpeshtë brenda vitit të masës së pensioneve, si dhe rritjen e tyre me nivelin e rritjes reale ekonomike, në mënyrë që këtë rritje ekonomike ta bëjmë sa më gjithëpërfshirëse. Oferta e Partisë së Lirisë është e vetmja zgjidhje konkrete, reale, e prekshme dhe ndjeshme që u jep dinjitet dhe mbështetje reale pensionistëve. Faleminderit.